Kjo është një ditë në jetën time. Bëjmë gati bashkë për të bërë make-upin e banorëve të Big Brotherit. Ka qenë shumë eksperiencë e bukur dhe kam bërë shumë kujtime të bukura me të gjithë personat që kam njohur në këtë rrugëtim. Unë që kam pak vonë se do të shkoj të marr dhe një matcha se më kam mbaruar my matcha powder. Thjesht do bëj my everyday make-up routine. Do rregulloj dhe pak më shumë flokët. Ti bëj pak më të drejta. Flokët duken pak farë më mirë, po do ishte edhe disa produkte të tjera. Vajin e këtë të mbjetës. Të shine spray të wow. Mbasi u bëra gati, dola me motrën, ikëm për të marrë disa snacks grek. Më pas ikëm për të bërë një xhiro nga liçeni. Para se të shkoja në studio, sigurisht shkova për të marrë një matcha latte. Motra mori një iced tea dhe rreth orës 2 nisa me disa nga make-upet e vajzave. Nga ora 4 kisha përsëri pak kohë të lirë dhe me që ishte shumë kohë e mirë, ika bëra një xhiro, mora një akullore dhe nga ora 5 shkova përsëri në studio për të bërë disa make-upet e tjera. Rreth orës 9 të gjithë vajzat mbaruan me lookun e tyre. Sot ishte shumë fun dhe goca dolën shumë bukur. Dhe tani në fund do tregoj disa foto random që bëm nga dita e sotshme.